Kjo emërkur ka shënuar përmbylljen e aktiviteteve të muajit të ndërgjegjësimit për autizmin. Institucionet dhe shoqatët që kujdesen për këta fëmijë zhvilluan një aktivitet kulturor të titulluar "Do zemrën time". Organizatorët vlerësojnë punën që bëhet për edukimin dhe përfshirjen e këtyre fëmijëve, ndërsa thonë se vëmendja ndaj tyre duhet të jetë e vazhdueshme. Dhe nuk është një aktivitet sporadik, por është një aktivitet në vazhdin e shumë aktiviteteve dhe tashmë një aktivitet i kthym në traditë, ku në çdo përfundim të muajit prill, shkolla speciale në bashkëpunim me Malteser ndër vite, po vitet e fundit në bashkëpunim edhe me organizatat e tjera, një ndër ta Madonina del Grappa dhe DOR. Mesazhi është i gjithëpërfshirjes, i përfshirjes sociale, i pranimit, i diversitetit, është një mesazh që më mirë se askush sot do ta japin vetë të rit. Thanë drejtën, jo vetëm në Shkodër, pak edhe më gjanë se në Shkodër, biles do thosha që banda muzikore është e vetme në gjithë Ballkanin. Në kuadër të saj në muajin e ardhshëm, pra me datën 20 deri 27 maj do marrin pjesë në festivalin e mundësive, ku marrin pjesë 7 banda të tjera nga Norvegjia dhe nga Ishujt Faraoe, ku do të paraqiten përsëri për të 500 vit me radhë. Kjo kallëzon mas miri atë që thatë ju punën dhe kontributin e organizatës dhe donatorëve të saj, por edhe nga ana tjetër edhe angazhimin. Nëse ti jep mundësinë dikujt, ai ja arrin dhe del fitimtar. Kjo performanca e sotme është vazhdimsi e aktiviteteve të përbashkëta që krijojmë me shoqatat e mëparshme, të cilat folën, kështu që mendojmë se është edhe një mesazh dhe një model për të gjithë komunitetin. Edhe e vërtetë edhe ajo shpreha që çdo shoqëri vlerësohet në bazë të ndjeshmërisë që ka ndaj kësaj kategorie. Muaji i prill ju kushtua ndërgjegjësimit për autizmin. Fëmijët dhuruan disa performanca të ndryshme në teatrin Migjeni në Shkodër, për të cilat ishin përgatitur prej kohësh.